plotësimi i kërkesave pa kriter i kërkesave të ndërkombëtar, kur ato të cënojnë edhe interesat e kombit tënd, kjo është... Kur ajo gjykata ngritmi raportin e Dik Martit që djej publikisht që ishte problematik i influencuar me dëshmi, po themi, të paragjykuara. Po edhe me gjëra absurde fare, transplant organesh në fshatrat e Burrelit. Ajo nuk erdhi si kërkesë drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po themi. Pra nuk u ngritmi pretendime. Po kishte një lloj presioni edhe nga aleatët, nga BE-ja dhe nga Shtetet e Bashkuara. Pastaj nuk ishte aq i rëndësishëm dhe aq mund të kalojë. Mirë, po ajo që duhet të kenë parasysh, problemi i politikanëve tanë dhe i qëndrimeve tona është sepse neve nuk funksionojmë në bazën e reciprocitetit. Në qoftë se e njëjta gjykatë është ndërtuar për shqiptarët, e njëjta gjykatë duhet ndërtohej edhe për serbët. Serbët ku i gjykuan ata? Disa i gjykoi ajo ish gjykata Tribunali i Hagës për krimet në Jugosllavi, disa me kokrat, me gishtat e dorës. Edhe një 4-5 veta i dënoi Serbia me një gjyq atje në... Po të cilët janë rehabilituar tani, janë futur si pedagog në për universitete, kështu që... Pra, e njëjta gjë nuk ndodhe për Serbinë, që ka vrarë kaq njerëz. Dhe për 200 krime, 100 apo 200 krime që bëhet fjalë në Kosovë, që shumica atyre janë rrahje, apo që temon ca dëbime, ose... që gjithsesi nuk duhem të justifikojmë krimet, dhe disa prej tyre janë vrasje. Për kaq pak krime ngrihet gjykata, ngrihen dhe dënohen dhe mbahen 5 vjet pa dënim, mbahet presidenti. Presidenti i një shteti. Presidenti i një shteti mbahet 5 vjet pa marrë vendim. Megjithatë, mbajtja e tij kaq gjatë dëshmon dhe diçka tjetër që ka prova dhe fakte të tilla që atë e mbajnë brenda. Pra, për të parashikuar le të themi përfundimin e procesit, mbajtja... Ti mendon që ka, po them. Mbajtja ka gjatë, ka 2 gjëra që të bën të mendosh në mënyrë tillë. Mbajtja ka gjatë, një, dhe e dyta dhe vetë deklarata e James Rubin tha, ky s'ka përgjegjësi. Këta nuk kanë përgjegjësi, tha se nuk ishte komande e centralizuar e mirëfill. Dhe deri diku ka të drejtë dhe të vërtetë. Sepse aty ka pas 2 ushtri, nuk ka pas 1 UÇK, ka pas 2 UÇK, forcat e Bukoshit, Bujar Bukoshit, Rrugovës, Farku, quheshin, dhe nga krau tjetër edhe UÇK. Po të dy të njëjtin emër kishin kështu zyrtarisht, UÇK quheshin. Dhe përveç këtyre 2 ushtrive, kuptohet që nuk ka pas një funksion aq shumë të centralizuar komanda. Megjithatë, deklaratat e James Rubin ishin deklaratat të përgjithshme. Pra përpjekje për shmangjen e përgjegjësisë së drejtuesve të UÇK-s. Po se çfarë janë deklaratat e dëshmitarëve të tjerë, do presim të shohim. Do presim të shohim. Për të ardhur se ato deklaratat mund të jenë specifike, mund të jenë prova të pakundërshtueshme dhe ajo pastaj do shikohet. Për ta mbyllur këtë pjesë, e dëmton kjo, u themi UÇK-n, dëshmia e James Rubit për mirë. Pra ajo erdhi për mirë dhe nuk e dëmton dëshmia. Shqiptarët në përgjithësi janë mirënjohës atij. Pra në Shqipëri janë vërtet mirënjohës për një farë, po themi dhe kështu, si me thënë, me qenë kavalierë, e kupton, me thënë, a i vërtet dha një dëshmi që i të çliron nga ajo barë e akuzave të cilat në masën më të madhe ne i konsiderojmë të padrejta. Por, duke bërë këtë të mirë, apo dëmton kontributin e këtyre liderëve? Shiko, çfarë do që të ndodhi, çfarë do që të bëhet, ajo që është bërë nuk zhbëhet më. Këmbgulja e popullit shqiptar të Kosovës për pavarësinë e tyre rezultoi në një luftë të tillë e cila u drejtua apo nuk u drejtua nga një person apo nga persona tjerë, rezultatin e ka dhënë.
pavarësia e Kosovës është kryer dhe është bërë dhe nuk shpëhet më. Për ta shbërë atë, duhet po prap gjak, luftë dhe dhunë, që në një periudhë të afërt nuk e shoh shumë të mundshme me gjithë dëshirat e Serbisë për ta bërë atë kur t'i jepet mundësia e parë të një destabiliteti ndërkombëtar. Pra, çfarëdo vendimi që të merret në Hag për drejtuesit e UÇK-s, ajo nuk shpëhet. Çfarëdo vendimi që të merret atje, epopeja, le të themi, legjendare e UÇK-s, e Adem Jasharit dhe e herojëve të tjerë që kanë dhënë jetën, nuk shpëhet më. Edhe nëse dënohet apo nuk dënohet. Qartë. Nga krau tjetër duhet kemi parasysh një diçka të rëndësishme. Drejtësia në Hag nga ne është parë si një lloj lufte ndaj UÇK-s, ndaj luftës së UÇK-s, pra ndaj një lloj padrejtësie ndaj luftës së UÇK-s, dhe mund ta shikojmë të tillë, por ama ka dhe një aspekt tjetër brenda saj. Në hetim janë dhe një numër i madh vrasjesh ndërmjet shqiptarëve. Pra, vrasje, le të themi, politike apo larje e sapës ndërmjet dy UÇK-ve, UÇK-s Thaçit dhe UÇK-s Rrugovës. Pra, ne kemi disa njerëz që kanë dalë për liri, për të luftuar për liri, po janë vrarë nga shok, nga le të themi nga bashkëkombasit e tyre. Nëse kjo është e vërtet, që ka pas dyshime të tilla dhe pjesë e hetimit është edhe kjo, atëherë drejtësia duhet bëj punën e vet. Nëse babai i një luftëtari të UÇK-s, nëse fëmia e një luftëtari të UÇK-s e ka babain e tij në varr dhe ai është vrarë në Shqipëritë e Medreseja, siç është Ahmet Krasniq, ministri i mbrojtjes së Kosovës, apo edhe njerëz të tjerë që janë vrarë brenda territorit shqiptar të asaj kohe, po edhe në Kosovë. Dhe sidomos mbas qershorit të 99-s, që pothuajse çdo një javë, 2 javë, unë mbaj më të mirë atë periudhë, për mos thënë edhe çdo një javë, 2 javë vritej një deputet, një figurë e LDK-s Rrugovës, dhe nëse ka pasur krime të tilla që kanë qenë, atëherë drejtësia duhet bëj punën e vet, neve nuk kemi nuk mund ta ndalojmë këtë gjë, se është një lloj lufte vllavrasje që standardi i kësaj duhet vendos, nuk heqim dot standardin e drejtësisë për arsye sepse këta kanë bërë vepra të tjera të mira. Qartë. Sepse babai im është babai im. Babai i atij shqiptarit vrarë është babai i atij ai që është vrarë. Qartë. Kështu që unë gjithsesi ne urojmë që gjitha ato të rrëzohen dhe mos jenë të vërteta. Absolutisht. Dëshira më e madhe është e tillë. Absolutisht. Megjithatë, se si do përfundojmë, do të shohim procesin. Duhet të tek çështja e fundit që ka të bëjë, ti përmende një fjalë kur the për masa të tilla të ndërmarra si punoj gjykatës speciale. Reciprocitet. Është një politikan në Kosovë i cili është përpjekur që ta aplikojë këtë çështje e reciprocitetit në marrëdhënie të brendshme dhe në marrëdhënie ndërkombëtare, Albin Kurti, kryeministri aktual në detyrë, i cili ka marrë si rrjedhoi e kësaj, po themi, sanksione dhe masa shumë të forta ndërkombëtare, po themi në raport me marrëdhëniet që ne kemi me aleatët tanë ndërkombëtare. Fundit është ndërprerja e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një masë e cila është parë nga opinioni publik në përgjithësi me ato divergjencat e veta, po në përgjithësi si pasojë e veprimeve, po them, refraktare të Kurtit muajt e fundit. Si e ke lexuar ti gjithë këtë histori?
Reciprociteti është bazë e rëndësishme drejtësie, bazë e balancave dhe e bën kush e bën kurtja, apo e bën dikush tjetër, është ne themi domosdoshmëri. Shiko që u kërkohet shqiptarëve. Shqiptarëve u kërkohet që të bëjnë asociacionin e komunave sërbe, pra të ngrenë një lloj mini shteti autonom, një shtet autonom sërb brenda Kosovës. A u kërkohet e njëjta gjë serbëve që ta bëjnë atë ndaj shqiptarëve? Të Preshevës, Medvegjës e Bujanovcit? Jo, sigurisht që jo. Ndërkohë që shqiptarët atje kanë luftuar dhe me armë në ato troja. Dhe kanë bërë dhe një marrëveshje të mëvonshme, dhe prapse prap atyre nuk u kërkohet kjo gjë. Pra çfarë është kjo? Është e drejtë apo e padrejtë? Fundit kjo është e padrejtë. Po ta kërkojnë aleatët. Shiko, ne s'mund të jemi aleatë, ne s'mund të jemi ndërkombëtar. Ne kemi interesat tona, ne jemi dot Amerika. Amerika ka shtete, ka marrëdhënie dhe ka interesa me gjithë Evropën, me çdo shtet ka interesat e vet. Por a do tolerojmë neve sepse në interesi jon? Pra cili është qëllimi kryesor i asociacionit? Po. Ose këtij mini shtetit serb brenda Kosovës. Qëllimi kryesor i tij është parandalimi i një bashkimi të mundshëm ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës në të ardhmen. Pra, ky shtet, ky mini shtet i mbështetur nga Serbia, do vendosi veton për këtë bashkim dhe për të bërë ky bashkim ti ose do bësh një kompromis me Serbinë, ose do bësh një ose s'do ta bësh fare. Ta bësh. Ose pra do kesh një përplasje goxha të madhe, qoftë edhe nga ana juridike në drejtën ndërkombëtare, po qoftë edhe marrëdhëniet drejt për drejta me Serbinë. Pra mendoj që kjo është një lloj, le të themi, pengese për këtë bashkim, i cili bashkim normal ndërmjet dy shteteve, të një kombi, dhe i cili do të ndodhi herët apo vonë, që është i pa evitueshëm në kohën tonë, në dekadën tonë, apo në dekadet e mëvonshme, është një diçka krejt normale që ky bashkim do të ndodhi, pa çka e kanë apo jo në agjendën e tyre politike, politikanët shqiptarë, këtej apo andej kufirit. Pra, kjo është një lloj kërkese që ndërkombëtarët e bëjnë, po nga krau tjetër ne kemi interesin dhe kërkesën tona të Pyetja në lidhje dhe me dialogun strategjik është, a funksionon dot Kosova pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara? Se okej, ne mund të dëshirojmë shumë gjëra, dakord me ty jam, po pa një garanci të madhe ndërkombëtare, se këtu është gjithë çështja, nuk është se ne nuk e dim të drejtën tonë. Kosova ka treguar që ka funksionuar. Edhe me vendosjen e kontrollit në veriun e Kosovës, që është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara, është kundërshtuar nga Evropa, po që ka qenë një domosdoshmëri. Pra nëse ky është pjesë e shtetit tim, unë do vendos kontrollin me këtë pjesë. Do të heq atë murin e urës Siprit, do bëdheja 10 ura të tjera që do ndërlidhin veriun me jugun, puna ime se çfarë bëj, pra do ta fus shtetin tim në kontroll. Do t'i luftoj dhe ata kaçakët, ata njerëzit, ata bodyguardët e Miloševićit, se ishin bërë dhe bodyguard Miloševićit, të Vučićit. Ata bodyguardët e Vučićit, që ishin e shoqëronin tani në për ato aktivitetet politike. Këta njerëzit që luftuan Kosovë, ishin bërë të tillë. Pra dhe ata po ngritën kokën për të bërë kryengritje apo për të bërë akte terroriste, do marrin. Do t'i luftoj, do marrin atë të tyren. Pra, deri tani ka treguar që ka funksionuar. Dhe jo vetëm ka funksionuar, po nëse do marrim një shembull konkret, për shembull, pra që ne themi u prishëm me Shtetet e Bashkuara. Trumpi vendosi disa tarifa gjithë shteteve të botës. Dhe Kosovës ja vendosi 10%, kurse Serbisë ja vendosi 45%, nuk e di. Mos gaboj, se jam shumë i saktë. Pra, marrëdhëniet nuk janë cënuar në thelb. Marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve dhe
Amerikës, Shteteve të Bashkuara, janë shumë të forta për të cënuar nga një marrëdhënie e tillë momentale ndërmjet pushteteve politike, qoftë Trumpi apo ai Grenelli që ka marrë edhe dekorat nga Serbia si mik për shërbime ndaj shtetit serb. Megjithatë, ai nuk është se ka një pozitë, po themi ekzekutive në administratën Trump. Mora si shembull për shkak se qartë, është personazh që qartë Trumpi. Dhe për ta mbyllur nga krau tjetër me Kurtin, pra nuk janë cënuar, le të themi, në thelb marrëdhëniet. Dhe shqiptarët nuk e kuptojnë, ose ata që nuk e njohin politikën ose mënyrën se si funksionon shtetet, nuk e kuptojnë. Këto bën realitete që në një të ardhme të afërt, edhe jo fort larg, janë realitete që bën të pranuara dhe nga aleatët e tu. Qartë. Pra, ajo është mbyllë, domethënë pas disa vitesh, vendosja në kontroll e veriut të Kosovës, nuk është diçka që është mbyllur, ura i hibrit, për fakti kryer është mbyllur dhe është një drejtë që çdo shtet e ka. Dhe çështja e asociacionit, ti vazhdo të diskutohet pas asociacionin mos e bë. Ose nëse të bësh asociacionin, fut edhe Gjilanin, fut edhe Pejen aty te asociacioni edhe në rregull, është asociacion shoqatash. Po që nuk është kombëtar, pra nuk ka thelb ndarjen kombëtare. Pra, edhe çështja e asociacionit është i tillë dhe ka, nuk e di sa vite ka që s'po përmendet asociacioni. Pra, po zbehet, le të themi, kërkesa, nuk ka pasur, nuk është në temë e rëndë të ditës, dhe nese pas nese do bëhet një realitet i kryer. Pra, Kosova është një shtet i pavarur, i kryer, dhe faktikisht në këtë lloj politike, Albini, unë mendoj se ka vepruar shumë drejt në këtë lloj politike. Pra, shkurt më mbet, ka mbrojtur interesat e shtetit të tij, të kombit të tij, i ka qëndruar, nuk ka qenë e lehtë, sepse ka pas presione edhe nga aleatët, por nga krau tjetër, çfarë bën Serbia? Merr pushkën atje, e mbush kishat plot me dhe manastiret plot me municione dhe bën luftë, bën akte terroriste. Qartë. Kush është Serbia, ne e dim kush është. Dhe nga krau tjetër, a bën të njëjtën gjë reciproke? Në Preshevë? Nuk e bën. Atëherë mbyllet këtë punë. Gjithçka varet e reciprociteti. Qartë. Florian, unë të falenderoj për bisedën edhe për pranimin në studio. Faleminderit ju. Ishim me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Florian Arapi, folëm pak për aktualitetin e zhvillimeve në Kosovë dhe atë ndërkombëtar. Ishte ky emisioni edhe për sot, ne do të shihemi nesër, qëndroni me NTV.